Nesër keni konfirmuar që do të merrni pjesë në takim natyrisht me përfaqësimin e kryetarit. Cila do të jetë kërkesa që po do të pedoj që e para? Partia Demokratike e Kosovës vazhdimisht ka qenë konsistente dhe si që po edhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese, ne kemi pasur të drejtë. Situatat si këto kërkojnë kompromis, kërkojnë bashkëpunim dhe Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ju ka ikur takimeve. Në takim do të themi po të njëjta gjëra që kemi thënë vazhdimisht tash e disa muaj. Në politikë dhe në demokraci nuk ka vend për kryenetësi. Duhet të ketë hapësirë për kompromis dhe për bashkëpunim. Ne kemi ofruar alternativa tona, shpresoj që tani lëvizja vendosje të reflektojë. Nëse propozohet me shku në pako kryetari me në kryetar është janë dy votime të ndara. Ju lutem me rregullorën e punës. Kuvendi kryetari përfaqëson të gjithë, e nën kryetarët e përfaqësojnë vetëm subjektin politik. Sot zoti Konukca tha se nëse propozohet, nëse bllokojnë opozita kryetarin e kuvendit, njëjtë na mund mi bllokuar edhe në kryetarin e PDK-s, edhe kjo çon jo të mirë. Cili është mendimi juaj? Ky është një lecim tashësh gabuar edhe i rregullorës punës kuvendit edhe kushtetutës së Republikës së Kosovës, po e ripërsëris, kryetari i kuvendit e përfaqëson kuvendin, ndërkohë që nën kryetarët i përfaqësojnë subjektet politike. Për atë arsye dhe votimi është i ndarë. Nën kryetarët votohen në pak. Zona Çtaku pak më herët Xhelal Sfesra tha që është obligative që partitë politike të vinë në takimin e tillë nga kurti. A shihni obligative ftesën e kurtit? Jo, obligative nuk ka asgjë në demokraci, përveç respektimit të kushtetues, ligjit të vendit. Mirëpo ne shkojmë aty për të shprehur gatishmërinë tonë për të zhvillluar situatën e rëndë në të cilën jemi. Kemi shkuar takime më herët, ne jemi konsistent. Faleminderit.